Hajde unë. Nga, kom djegin sytë shumë. Një faleminderit. Hajde pa e marrë. Flia? Si këtë dora dhondrit. Opa. A ishte shërshin që po po. Edo, s'fanë. Hajde ta marroja, sot në darkë. Qëve që sytë në. Nesër vjo soni, ti një soni nesër? Kërë fermerën e re. Si të pasë për Vrap djegin ti në shumë shtrit gjithë. Normal, se qa kujtove, se kur ke qenë ti kina qenë më pak. djegin shumë sytë. Kur ke qenë ti, është një në shtrit, disiplinë, njëta gjë. Unë jam për disiplinë. Po për disiplinë, normal, do të caktohet i gjë, do bësh atë gjë. Vrap. Levisa, jemi të gjithë? Unë do jemi pari në pistën e vrapit. Edhe si shumë të Jemi të tjerë që gjithë, po, janë gati për interesant. vrap. Nuk është Levisa. Atere. Duket shumë e komplikuar, po nuk është. Nuk është Levisa me... Jo, atere. Nuk është Levisa me... Fermer. Kush nuk është tjetër? Me bujakë. Jo, bujaka këtu është. Edhe visi. Njemi. Advanced Klinika e Flokut sjell në ferm një lojë që do ju vendos në provë komunikimin, intuitën dhe përqendrimin. Mirë se vini në lojën e leximit të buzëve. Ju do të keni në dispozicion kufje, me cilat do dëgjoni muzikë, si dhe një glob me letra, brenda të cilat janë të shkruara fjalë të ndryshme. Një fermer do maj kufjet, ndërsa fermeri tjetër do marrë një letër e do lexoj fjalën. Fermeri që është në kufje duhet të gjejë fjalën. Kujdes. Në mënyrë që të shmangi kakofonin, loja do zhvilloj dyshe. Pra, një fermer në kufje shikon vetëm personin përballë, që i thot fjalën, nuk lejojnë ndërhyrja fermerëve të tjerë. Fermerët e tjerë nuk duhet të ndihmojnë fermerit me kufje, nëse ata nuk janë pjesë të çiftit që bën lojën. Ju do uleni të gjithë në dhomën e denjës, në formë rrethi, dhe me radhë do nisni lojën. Fermeri i parë në radhë nis lojën duke mbajtur kufjet dhe fermeri i dytë lexon fjalën. Më pas, fermeri i dytë merr kufjet dhe fermeri i tretë lexon fjalën e kështu me radhë. Detyra e fermerit në kufje është të kuptojë fjalën e saktë që po i thuhet. Fermeri që gjen më shumë fjalë fiton një paketë trajtimesh në Advanced Klinika e Flokut. Tani, do jemi në rreth. Fermeri i parë vën kufjet, fermeri i dytë... Edhe është një super klinik, shumë lartë. Fermeri i dytë zgjedh fjalën. Fermeri në kufje ka vetëm 5 opsione për të gjetur fjalën. Në rast se nuk e gjen, i kalon kufjen fermerit që i lexoj fjalën. Dhe kështu me radhë. Kush fiton më shumë, kush gjen më shumë fjalë? Kush i mban se kush fiton më shumë? Do marrim një copë letër dhe do t'i shënojmë me viza. Me viza, patjetër me viza. Tani. Më fal, një pyetje. Pra, supozojmë që kufjet që ta bëjmë reale, kufjet i ke ti dhe ti duhet gjesh atë që them unë. Po. Unë bëj gjoja sikur, për shembull, Roma. Lopa. Perfekt. Tani ti ke 5 herë shans. 5 herë mund ta them. 5 herë. Po nuk e gjeta. Fjala anullohet dhe t'jap kufje ty. Dhe vazhdon një fjalë. Dhe pastaj është po, me një fjalë, kjo digjet, t'jap kufje ty. Ti mi kalon mua. Po, digjet fjala, merr Henri që është pas teje, merr fjalën dhe ti merr fjalën, më fal, dhe Henri merr fjalën. Ai gjet çfarë them unë. Esatto. Okej, dhe tjerët nuk ndërhyjnë fare në këtë gjë. Fare në rast kur loja anullohet. Tani, secili prej nesh nuk mund të shkojmë as në banjo dhe jeni hermetikisht të izoluar secili në dhomën e vet të ndenjës përveç fermerit që shkon në banjo pra. Banjo sa të ishtë përveç ujit o blerin. Ska uj se e ka shumë pjata për t'u larë, nuk ka uj. Kush do me t'gatru? Ska uj se kemi pjata. Po varet, në rast se shef që është qëllimshme. Qa tha? Të dyja. Do ju themi ne. Po dalim tani që është izoluar. Po, nuk kemi akoma të izoluar, që mund shkone. Edhe mbyllni edhe ato taparelet, edhe pjesat e drurit të... Yes. Këto. Grillat i jashtme. Ora mirë.
Qofse ai që e lexon, që nuk është ortak me ty, të ngatron. Me pra digjet edhe ai, se kjo Digjet edhe ai, s'është okay. loja kjo. E pra ne po Loja është e ti. Kjo është lojë zinxhir, nuk është lojë as me skuadra, as me ortak, as me... them. Do të vi dhe ty radha, edhe iksit radha. S'ka pse ta bëj asnjëri. Laj dhe pa. Po prandaj po e them edhe unë. Dhe po ashtu kemi dhe pika. Ishara ishte. Atë e dim, po. Nga këto, ishara ishte. Don me bo, se na lën dot. Jo, për një moment më erën ide të tjera. Dhe them kush penalizohet, ai që... Po pëse ai që e lexon gabim. Se çfarë e kam unë? Po jo, po primordiale qofse është fjolla pezojnë, goma. Ai thot gjë tjetër. Po, Pra ti duhet ta bësh tamam. Me ngatru ka stile që kjo. Po pra, po s'lejohet. Lejohet pra, okay. Së digjesh. Po, okej. Duhet të luajmë fair. Inshallah. Rregullon mikrofonin. Ngela duke u trembur në këtë shtëpi. Fair? Ai ta provojmë. Se nofta ja dalë. Që s'dova ti? A ka veshje aty? Ta di, a të vishem apo ta lesi mua bet? Që ka thonë? Oh, ka veshje, okej, s'po vishem. Shumë bukur. Se ka veshje dhe s'po vishem? Jo, s'po vesh gjëra tjera, se kisha në mend ndrohesha, po me që pas kemi veshje, po e lek të sport. Mirë e bën. Futemi në dhomën e gjumit. Po. Domat e gjumit, po. Të mbyllet të gjitha taparelet. Ta parele të mbyll. Hajdeni, hajdeni. Ta parrapon. Si nisi e gjitha, ma shpjegon? O Sara, kur dikush do në griset me dikë, Po pra, është mënyra më e drejtë të bëj si që bën ai. po pra dhe mua më duk gritje, prandaj po pyet. Si që bën ai. Sepse unë ja thash me shaka, Ai më paska majt mu inventarin e larjes pjatave, që kur ma ka thënë këtë gjë. po edhe unë i Se thash më që ti thot, mund ta i ke larë ndryshoja. një herë, nuk është një herë, janë 2 herë. Po mirë tha, që kanë 2 herë. Tash unë lexo tefterin tap, me që i pas ke shkrujt, dhe shikoj pse herët e tjera nuk e kam bërë. Se një herë kemi bërë sfidë. Dhe ka kalu dreka, kur ka kalon dreka dhe vjen darka, e hongri ai tjetri. Për fat keq, po kështu është. Kështu është sistemi. Se kalon, kështu është sistemi. Me që ke vu 3 veta ke pjata, para dite drek mas dite, kujt i kalon sistemi, i shkon tjetrit. Kemi bërë sfida, kemi qenë t'izolum, ose nuk e maj men unë tani, se unë si logaris gjon, nuk e logaris gjon, nuk e bona se pritani ta maj men që do t'i them ati pse si kam bo unë 3 herë tjera. Se 5 dit janë. Po mirë, po. Kupto? Unë i thash Me atij që ti pas ke shkrujt. se nuk e ndryshove kur e pe, se ai ka bërë shumë suiça. Pse se ndryshove Ilirin E kur pra, ideja është kjo tani. Vjen thot për gomarin dhe ponin. I ka u bën, edhe erdhi kështu. Do sa të vjen kufje. Gomari dhe poni u bën. Unë e dia ku do dilte ai. Kupto? Gomari dhe poni u bën. Tha, por, po të kërkoj, a mund t'i bësh pjatat këto, pjatat aty mal. I thash, unë fali jeri, thash, kush e bëri gomarin me ponin dhe pse? Tha, i bëri Blerina, me shtë drejti, thash, është sektori im. E hëngri tjetër të? Jo, këtë tjetër në poshtë. Është sektori imi, thash, gomari dhe ponin. E tha se ti po flije gjumë. Unë po flija gjumë, si shkan flej të tjerë gjumë, se kemi nejtë të bo fli. Pasaj, sa flej gjumë unë, sa nuk flej gjumë unë, është puna ime. Se gomari me poni ka në buk 6-7 orë para, unë e bëj gjithmonë në dark. Që t'janë dhe me barkun bosh, dhe unë i kam oraret e mia me ata. Tani unë nuk e kuptoj, se unë shkova i thash atje. Prit pra tani, prit nuk e kam me ty mi ti. Po se unë thash që kam me ty, pra. Janë të pastra. Fare me Blerin, fare. Po ullu kot, tani me që Unë e kam tek mënyra se si ai bën Jo, gjithë një sekond, a i të erdi të zgjoj ty?
Jo, me jo isha tu pi kafe cigare, që më zjoj. Po se unë i thash... Edhe atet bota, i të vitën më zjoj dhe mu për gomarin dhe ponin. Në kuptimin që unë i thash, që kur u qova këtu që mbarova kafen, i thash unë po i këtë bëj pulat për Elvisin, edhe me që isha duke marrë me gomarin tu e puq, thash po i mbyll të dy. Po i mbyll të dy. Po unë që do bëja pasaj? Pas gjë pra i thash, e kam mbyll dhe ponin dhe gomarin. Pra, po unë që do bëja po ti bëje ti ato të dyra? Po flije thash të shpjodheshë me që ishe i lodhur aty. Po unë i bëj më vonë, se unë i bëj gjithmonë më vonë. Po i bëra më ja këtu qofshë. Dakor, pra, i bëj më vonë, se njerëzit e marrin të gjën tënde, që ti e bën me dëshirë, dhe vima përplasin mu, si kur Po unë unë i ndrova dhe uj delet personin, edhe pulat e Elvisit, edhe tënde, nuk është e shkova bëra tënde. Personi nuk e ka relacionin me kryetarin e farkës si që kam unë. Janë gjëra të holla që ti ndoshta duhet i kuptor se je shumë e zgjutë. Ai e merr këtë gjë dhe e përdor. Dhe vjen këtu më thot këtë gjë. Po ti mendon se gjitha këto bëhen për protagonizëm në prag? Po. Ua, qatë me rri. Po, pra. Këtu jemi ka të ndisur? Po, pra, po të them. Po se mi Dhe ideja është, a i ndjem thot mu pasaj. Po të pyes dhe njerë, i lanë do pjata, i thash unë, vend që të kontrolon të kas ka uj, i herë, si kur e femer që është, vjen më rëndon mua këtë gjën, kupton, me që ti bëri dikush tjetër, nuk është se i bërë e ti. Prandaj zonte të mjep të sa. Se unë disa herë kam thënë, me që ja atje, i jepi kohë uj, se s'kam dash me shku për shemull. Unë e kam me deklare këtë gjë. Thal, i e lojtari i pisët dhe i thash, gjose unë jam lojtari i pisët, i e njeri i pisët. Edhe aty filloj pasaj. Më përmëndi Vanesën, se dhe ti me Vanesën ke bërë gjoja si kur i e baba... Ore, gjose unë kam bërë me Vanesën gjoja si kur jam baba Vanesën, si jam baba Vanesën. Po ti që ishe dashnori, i thash, ti ke lujtë shumë pisët ti me ate, jo unë, se unë se kam gjë. Dashnori është konotacion negativ. Nuk ja thash të fjalë, po ta them ty. Dashnori, i dashurit. Jemi më mirë shu? I dashurit. Si mund ta quajmë? Shoku apo vllai? Mi do ishte që Vanesa mos ta përmendin fare, Po e se mos përmendi ai i pari. E dëgjova. E përmendi ai i pari, më dolin këtë temë. Edhe nga aty filloi historia. Tani kur ti thu një fjalë, unë s'kam drejt ta them fjalën tjetër. Si i bjen? E dëgjova. Unë i pyeti kjo. Që më bërë përshtet po babin e Vanesa e përmeni. Se unë i kam thënë Vanesës, se Vanesa më ka thënë, të shoh si figurë paterne. Vanesa më ka thënë mu, të shoh si baba im, dhe unë i kam thënë, dhe unë të ty shoh diçka si goca, është kriju një relacion, si edhe kësaj ka thënë mami, bifjala, si shumë ty neze mund të them vllai. Krijojnë këto korelacione, tani, dhe ai e merr në analizë këtë gjën. Edhe ma nxjerr, gjoja ti që se shyri Vanesa tu, se mora vesh pse e qipi. Ore, dakor, oke, po kjo pse hynin? Kjo gjëja që të tha pa... Po pra po, se do me unë dalë fola me të, sepse ai ka një diçka tjetër. Ai që ja pas ka bërë respektin Vanesës. Unë fola, se mora qanta tu hik. Indri, nëse është fjala për pjatat i thash, siç ke bërë switch gjërat e tjera, mund ta bëje switch që ditën e dytë i lirin, sepse i liri ta thashë nuk do ta bënda. E ka bërë vetëm me i qit vetes... Po s'më lë të flas. Sortin, rregulla mikrofonin. Bazën, zëra. Dhe i thash ti mund ta ndryshoje që ditën e dytë. Nëse ti mendoje që i liri do t'i bënte, dhe ti doje ta shikoje i lirin të kishte sukses në punën që do bënte. Më kupton? Dhe më tha, nuk e kam për pjatat. Nuk është çështja e pjatave. A thash, atëherë mos e filloni me pjatat. Sepse po t'ishte për pjatat, do e kishte ndryshu, si kishte aty gocën për balë. Çdo 2 orë detyrat e çdo kujt. Jo, si kishte aty gocën për balë që s'ka preka si gjë në shtëpi. Moza e ka pastruar një herë livingun, i ka thënë gjë Mozës? Jo, unë nuk është se kam pastruar vetëm livingën, kam la 2 herë pjatat, kam boj gjell. E ke ndryshu pra, këtë po them. Kam ndryshu dhe sot ai më nxorri ke pjesa tjetër, më nxorri ke kjo korridori për të larë, se ishin baltra gjëra. Po këtë po them pra. Mirë pra, e ka kap. Edhe ti e ke ndryshu. Ai të çon ku të ketë nevojë atë, me thënë drejtën. Jo këtë, po e ka kap. Përveç kësaj, këtë gjë të të çuarës dhe të ndrimit të detyrave, ose të vënia së re, ose mos vënia së re të bëhet apo s'bëhet, e ka bërë me persona që ka dash t'i nxjerri në mendjen e atij gjoja keq. Kupto? Dhe t'ja rëndoi Livingën e ka pastruar 2 herë. Sepse ai, si tha Sara, nuk është marrë fare as me Kostanën, as me
Zhakun që s'ka punu fare, as me ty që mund kesh bën një ndryshim dhe mirë ke boj që ke bë. Se ai nuk merito fare me i nejt. Nuk ta thash për keq, që ta thash që ke ndryshuar ti. Gatuaj, lajen, dal ku të ketë nevojë pse do rria, se ke livi një s'kemi nejt fare, kemi qenë gjithkohë në terren. Ajo ka qenë Po pra, po, të po të them. Sot prapë Nëse do të donte Sara po thoshte që të ka ndryshuar edhe pozicionin Nëse do të donte që Iliri të kishte sukses në punën e tij, mund ta ndryshonte siç të gjithë i ka ndryshuar. Këtë po shpjegoj. Do aty siç duket, ai do pak ngacmim. Por nuk është çështja e pjatave. Dhe mua më vjen natë kur njerëzit kapen për një gjë që s'ka lidhje me gjën që ata duan të kapen. Ose kapu për shqetësimin që ke, o mos u kap fare. Vanesa çfarë pune kishte? Dhe po Pjatat kishte Vanesa? Këtë jam duke thënë. Lavanderi. Dhe po të thoja. Dhe lavanderi ndodhet ma fuste mua. Po pse? Ndërkohë që unë kisha 3 punë tjera, që i thash. Nuk e bëj. Po merr dhe shishën e ujit. Po. Dhe unë këtu e kapa gjë. I thash, kush e vendosi Blerina këtë ta bëj këtë gjë? Tha po e vendosi ajo me kokën e vet. Dhe unë i thash, atëherë shko tani, siç po më thu këtë gjën, thuj Blerinës me që paska kaq dëshirë me punu, më ndiq. Po. I thash, merë dhe çoje pyet Blerinën, mos më pyet mu për pjata, se turni im ka kalu vllai. Nuk i thash ka s'ka ujë, se ishte detyra ati ta kontrollon Po se ja ka kisha s'ka thënë ujë. që s'kishte ujë para 5 minutash. Po me qa do t'i laj pjatat unë si mas ati? Po se s'kishte ujë as sipër te ferma, kështu Po që mi e pra dini me qa do shumë t'i mirë. laja unë tani që vjen griset ai? Nuk është për pjatat ai Po ma nuk tha. është për pjatat, pra Po nuk ma është. ta tha dhe ai që nuk është për pjatat. O Liri, nëse ai e ka ditë që s'ka ujë, ky muhabet është për tjetër gjë. Po pra këtë tham. Po nuk e ka ditë pra se ja thash unë, se ka qenë me mua ai Gjë gjatë thon para kohës. praktikisht në fillim. Atë unë hyra sipër dhe ti ndryshoja ujin. Po para Dhe ti para se të vish mu të më kërkosh laj pjata, ti si kur e fermer shko ke lavamani, kontrolloha ka ujë as ka ujë. Tani si me ja thonë. Po pra po. Dhe unë i them që pse të doli emri dhe pse u përmendë. u përmënde. I thash, shko, jo tha s'kam pse shkoj, po atëra s'ke pse vje ke mu të kërkosh tufën e pjatave dhe ta laj unë. Jo do të më thush e bën se bën, ora s'ka përgjigje fare ik mos bënin komi thash. Se po mje bezdi. Unë ja kam thënë Blerinës, ta bëj, ai thash unë, deri para 5 minuta më parë, pas ka po Blerina për qefin e vet. Pra shiko si përdoresh ti në këtë gjë. Kupton? Nuk Dhe thot, ore më thuj pjata, ik thash nuk i bëj pjata. Edhe iku, pasaj u kthy prap. U kthy prap edhe filloi. 1, 2, 3, 4, tha ai, 1, 2, 3, 4, thash unë. Nxori dhe Vanesën, nxori dhe lojtarin e Pisa, aty i thash unë, qose unë jam lojtari i Pisës, ti je njeri i Pisës. Pse që e kam unë? 1, 2, 3, 4 gjëra, hajde mua nuk më habit asgjë, as fjalët e atij, as fjalët e tuaja, sepse me atë kam fol. Thjesht mu